më 22-23 mars të këtij viti u mbajt në Pekin Forumi i Zhvillimit të Kinës për këtë vit, pra 2026, me temë Kina në periudhën e 15 të planit 5 vjeçar, avancimi i zhvillimit me cilësi të lartë dhe krijimi i mundësive të reja së bashku. Në të morën pjesë shumë përfaqësues të kompanive ndërkombëtare MNZ sot në botë, themi kompania Apple, Mercedes-Benz i Gjerman dhe shumë kompani të tjera. Në gjykimin tuaj, pse pati rëndësi për ekonominë botërore ky forum? Po mendoj që së pari ky forum zhvillohet në vitin e parë të planit 5 vjeçar dhe natyrisht tregon dhe drejtimin e tij në aspektin edhe të kryes atyre reformave që bëjnë në vendet që janë në ekonomi ende në zhvillim, por dhe pjesës e si ajo në këtë botë të fragmentuar dhe që ka nevojë për një mesazh solidariteti dhe aq më tepër qëndrueshmërie, ftohen kompani të tilla që në fakt përbëjnë dhe atë që mund të quhet si zemra e inovacionit, qoftë kompanitë e teknologjisë celulare, qoftë ekonomistë të njohur si Jeffrey Sachs, të cilët kanë ndikim në opinion bërje, por edhe kompani inovatore që kërkojnë të ndërthurin në pjesën e elegancës europiane, dhe këtu kanë parasysh Benzin, me atë çfarë kanë kompani të tjera si Corning e të qasje më inovatore. Pra të gjitha së bashku janë në unison, duke thënë dhe duke deklaruar që Kina tashmë përbën një vend inovacioni, pra jo thjesht tranzicioni në energjinë e gjelbër, por një vend që vetë të themi kapacitetet dhe burimet kineze janë duke marrë atë stafet që deri dje e zotronin këto lloj kompanish dhe natyrisht ato flasin mbi bazën e përvojës së bashkëpunimit, por dhe të asaj qasje që Kina me të drejtë tashmë u thot hapjen e derës, por jo vetëm hapje dere, por garantimin e një qëndrueshmërie, duke dhënë mesazhin që rritja do të jetë e tillë, nuk do të bazohet thjesht mbi ato konturet e brendshme, pra mbi ato çfarë mund të jenë thënë atë të themi plenumin e rëndësishëm që u mbajt, por mbi atë bazë që nënkuptohet rikrijimi i zinxhirëve të rinj dhe natyrisht përfshirja e kapitaleve në mënyrë të harmonizuar me ato çfarë është konteksti i tanishëm aktual.